Klubi Rotarian Korça West organizoi mbrëmjen festive të fundvitit, ku anëtarët u mblodhen për të përmbyllur një vit të mbushur me veprimtari dhe nisma në shërbim të komunitetit. Në tingujt e muzikës dhe në një atmosferë miqësore, anëtarët e klubit festuan së bashku, trokitë ngota dhe ndanë momente reflektimi e gëzimi për punën e realizuar gjatë vitit që po mbyllet. Me rastin e fundvitit, Klubi Rotarian Korça West është mbledhur sot për të bërë një urim dhe për të treguar një vazhdimësi të gjithë projekteve që do të jenë edhe në vazhdim të vitit 2026, si shumë projekte të tjera që të themi janë kryer ose janë zhvilluar në 2025, do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm të jetë afër komuniteteve që kanë nevojë edhe për vitin 2026. Dua t'ju uroj të gjithëve një vit sa më të mbar dhe të kemi sa më shumë bashkëpunime me të gjitha grupet edhe të rotariave të qyteteve të tjera. Korça West njihet si një klub aktiv në qytet, me angazhim të vazhdueshëm në iniciativa humanitare dhe projekte që synojnë mbështetjen e komunitetit dhe forcimin e vlerave të solidaritetit dhe bashkëpunimit.